Përshëndetje miq të Pasion Kuzhine. Sot kemi një video shumë të veçantë me kërkesë të një prej ndjekësve të mi. Do t'i hapim petët vetëm me duar, direkt në tepsi pa përdorur fare oklai dhe rrymë. Jo vetëm që del jashtëzakonisht i shpejt, por nuk të bën asnjë grim spis në kuzhinë. Ndiqni videon dhe të gjithë hapat e këtij byreku fantastik. Filloj me përgatitjen e brumit. Në një tas kam shtuar 500 grame miell, shtojmë diku tek një lug i çajit me krip dhe 300 ml ujë në temperaturë ambienti kam përdorur unë. E punojmë brumin mirë me duar, e lëm të pushoj për 10 minuta, përgatitim një tepsi me vaj ulliri, sigurisht pasi ka pushuar pak brumi, e hapim në trajtën e një cilindri dhe ndajmë brumin në 10 kulaçka. Të gjitha kulaçkat i bëjmë të rumbullakta, tamam si shpërdorim për petët, dhe i vendosim në tavë. I shtypim pak nga sipër, sërish do t'i lyej me vaj ulliri dhe është shumë e rëndësishme të pushojnë 20 deri në 30 minuta. Ka nevojë ky brum që të pushoj për t'u hapur me duar. Këtu kam gati 1 kg me spinaq. I shtojmë më pak se një lug të çajit me krip, pasi krip ka edhe djathi, e shtypim mirë me duar derisa spinaqi të bjerë nga vëllimi. Në një moment tjetër do t'i shtoj djathin. Pasi kulaçkat kanë pushuar për më shumë se 20 minuta dhe 30 minuta kanë pushuar kulaçkat e mia, fillojmë t'i hapim në tepsin direkt të byrekut, pa shtruar fare mbulesë tavoline, por direkt në tepsi. E lyem tepsin me vaj ulliri dhe shikoni sa shpejt që hapen. Mund t'i kapni skajet dhe t'i tërhiqni, por në fillim shtypini me duar kështu dhe ajo hapet bukuri. E përshtasim sipas tepsisë, por në fund do t'i bëjmë një hapje të përgjithshme të 5 petëve që do hapim poshtë. 5 petë do t'i hapim poshtë, mund t'i lyeni petët nga njëra tjetra me vaj, por mund t'i vendosni edhe kështu, sepse ato nuk ngjiten, kanë vaj mjaftueshëm. Zakonisht nëse kulaçka do t'i vendosni njëra mbi tjetrën, ka raste që ato edhe ngjiten. Mund t'i ndani me letër telefoni nëse do i vendosni në një tas që mos t'jenë në kontakt me njëra tjetrën. Si u thash edhe në fillim të videos, jo vetëm që përgatitet shumë shpejt ky byrek, por nuk të bën as pak pjesë, nuk kërkon as një seshte, për ata që nuk e kanë dhe shumë qef një seshten. Shikoni si ka filluar të krijoj këto flluzkat e ajrit, gjë që tregon se petët janë të ndara një nga një. E përshtatëm në të gjithë sipërfaqen e tepsisë. Sipër do t'i shtojmë spinaqin e shtypur me duar me krip. Mund t'i shtoni sipër gjiz ose djath të thërmuar, çfarë ju t'ju ndodhet në shtëpi ose çfarë t'ju pëlqej. Nëse do hidhni djath, duhet ta keni paksa të reduktuar sasinë e kripës në spinaq. I shtojmë edhe vaj ulliri. Do fillojmë të hapim 5 petët e tjera. Shikoni sa thjesht hapen këto petë. Gjysma e petëve hapet edhe pa e vendosur në tepsi, duke rrotulluar me duar. Petët tërhiqen, zakonisht hapen këto këndet që mos të ngelen shumë brum, skajet e petës më mirë të themi. Pjesa fundore. Unë i kam lyer dhe me vajin e tepsisë këto petë, që të kenë edhe sasinë e vajit të duhur. Hapim petën tjetër, ja marrim pak nga vaj, e vendosim petën dhe fillojmë ta përshtasim në bazë të tepsisë.
Nëse nuk keni durim ta bëni kështu, atëherë mund t'i hapni shumë pak petët në mes dhe t'i shtypni të gjitha në të njëjtën kohë. Edhe kështu byreku del shumë i mirë. Por në një moment tjetër do ja u sjell edhe ata hapjen e të gjitha petëve njerësh. Mbledhim petën poshtë me petën sipër që të bëhet kjo mbyllja e byrekut. Dhe direkt në furrë, sigurisht duke shtuar edhe vaj ulliri sipër, në 200 gradë për 30 minuta. Gjithmonë pjekja varet nga furra juaj. Dhe ja, byreku duket krokant, i hapur flet dhe i pjekur në mënyrë perfekte. Siç e shikoni, edhe Reo i vogël po e shijon me shumë qejf, ndaj kjo është prova më e mirë që doli një mrekulli. Provojeni edhe ju, edhe më shkruani në komente. Reo, si është bërë byreku? Mirë. Të pëlqen? Do të marrë që. Hë? Do të vëgë. Ma ushje si. Të fshin nëna. Të pëlqen ty?